trimat shqiptarë. Dikur, burrat shqiptarë ishin shumë të fuqishëm, se jetonin në male të larta, me pyje, me fushat me barë, me lumente kulluar, dhe kjo i bënte ata që të forcoheshin dhe të bëheshin trimat të mëdhenj. Unë do të tregoj për disa nga këta trimat. Në një vend në veri të Shqipërisë, që quhej Utbin, ishte një fshat i vogël. Aty jetonte një mërsor që kishte 2 djemë, Muin edhe Alilin. Kishte edhe një vajzë që quhej Kunja. Mërsori ishte fort dhe trim, por ishte i varfër, dhe mezia rinte ta siguronte ushqimin për familjen e vet. Kur Muj, djali i madh, u rrit, ai e dërgoi të punonte te një njeri i pasur për të kullotur lopët. Muj punonte shumë dhe çdo ditë kur i kthente në darkë lopët, ato kishin shumë qumësh, se ai i çonte ke kullotat më të mira. Nuk ishte dembel si djemtë e tjerë që rinin, flinin gjumë dhe i linin lopët të kullosnin vetë. I Zoti që kishte dhënë Mujit këtë punë, habitej çdo ditë. Pasi çdo ditë lopët e tij i sillnin shumë qumësh. Një ditë Mujit i humbën lopët. Ai kërkoi në përmale, brodhi nga gjitha anët, por nuk po i gjente dot. Erdhi nata dhe ai si kishte gjetur dot. Ai nuk donte të vinte me duar bosh ke pronari i vet. Se e mendonte që shokët do e tallnin, do i theshin ngordha laq, i pafuqishëm, të humbën lopët, t'i ka hangër ujku, dhe vazhdoi të kërkonte edhe natën, derisa u lodh dhe u shtrit të flinte buz një shkëmbi. Papritur, ai dëgjon të qarat e 2 bebeve. U ngrit në këmbë dhe pa që afër tij ishin 2 djep. Brenda 2 djepëve ishin 2 bebe që po qanin. E dini u çfarë është djepi? Jo. Djepi është një si krevat i vogël për bebe që e tund në nakso. Fyp, që t'i vën bebet në gjumë. Të keqe. Atëherë Mujt i erdhi keq për 2 bebet, ul në mes të 2 djepeve dhe filloi t'i tundte dhe i vuri në gjumë. Papritur, 2 drita të mëdha u ofruan. Ishin shumë të ndritshme si 2 hyje të qiellit. Ato ishin 2 zana të malit dhe bebet ishin bebet e tyre. Ato e pan që Muji u soll mirë me bebet, që i vurin në gjumë, ju ofruan dhe i thanë: "Kush je ti o njeri i mirë?" Ky i tha: "Unë jam Muji, tha. Po çfarë bën ti këtu?" Po më kanë humbur lopët, edhe po i kërkonja, pash 2 bebet që po qanin dhe i vurën në gjumë se më erdhi keq. Atëherë ato i thanë: "O Muji, tha, ne jemi zanat e malit dhe ne mund të bëjmë çfarë të duash ti. Na kërkoj, çfarë kërkon ti, çfarë do që ne të t'i japim." Muji u mundua dhe tha: "Më bëni të fortë, tha, që kur të tallen ata shokët e mi, ke mundësin t'i mund. Unë vetë nuk bëj sherë me shokët, po kur ata du ngacmojnë, unë t'jemi Zoti që t'i mund." Atëherë zanat i dhanë qumësh nga gjiri vetë, Mujit, edhe ai u bë shumë i fortë. Ata thanë: "Ta provojmë sa u fortë, sa i fortë është bërë." Edhe i thanë Mujit: "E shefa të shkëmbin aty?" "Po," i thanë, "provoj ta ngresh." Ai ishte një shkëmb i madh që me zi e ngrinin 20 veta. Muji e kapi me duart e tij të fuqishme, e ngriti
po jo shumë pak, edhe e qoj. Ka që ka mundësi, dhe. Atëherë ato i dhanë mujtë prapë qumësh. Ajo bë akoma me i fort. Kapi shkëmbin, edhe i ngriti deri në mes. Po më totje nuk arrinte dot. E lëshoi. Zanat i dhanë mujtë edhe njëherë tjetër qumësh. Muj e pa që u forcua shumë, e kapi shkëmbin, e vuri në supë, e ju tha zanave, ku doni ju që ta hedhur këtë shkëmbin? Ato filluan të qeshin dhe thanë, nuk po japim me qumësh mujt, se po të japim akoma do shkatroj gjithë botën, a që fuqishëm u bë. Edhe muj e lëshovi shkëmbin. Muj ti je njeri i mirë, dhe neve duhem të bëjmë vllamë. Në qoftë se ti do kesh nevojë, sa herë të na kërkosh, neve do vim të të ndihmojmë. Por të lutemi kur neve të jemi në vështirësi, edhe ti të vish të na ndihmosh. Muj tha, patjetër tha. Ju jeni motrat e mia. Siç u bëi fuqishëm muj, ne vrap kërkoj në gjithë malet, arriti i mblodhi lopët të gjitha. I vuri përpara dhe i shpuri në vendin e tyre. Shokët filluan ta tallnin. Ku ishe o gjumaqe, tha? Të humbën lopët? Çu bëri që tani? S'ke fuqi as të ruash lopët, s'ke fuqi. Mu i tha, në qoftë se ju mendoni që unë s'kam fuqi, kush do nga juve të mundet me mua? Me i forti dhe ata tha. Hajde mu i tha, të mundemi bashkë. Po e di që do qashi. Kapën të ty, muj e mori atë si në i kalamat të vogël, burin më të fuqishëm gjithë tjerëve, edhe e flako tutje. Barin të tjerë që panë që muj ishte bërë që fuqishëm, ja dhamë vrapit ikën unë qefën. Muj mori lopët, ja shpuri pronarit, e tha, teje tutje, tha, unë nuk punoj me për ty. Do vete pra babait tim dhe do punoj për të. Kjo ishte dita që muj arriti u bë i fuqishëm. Duke u sjell mirë, zanat e malit i dhanë atij një fuqi të jashtëzakonshme. Ja shikoni tani këtu mujin, shikojeni me shkëmbin e madh që ka vënë përsipër kështu. E shikon? Ja ku është muj këtu dhe shka i madh. Shumë i madh. Apo ku është muj duke përmundje me ata që më donë të ta talte. Ja këtu është muj që si ka vëmë të me kokë poshtë.